Faleminderit zonja kryetare, faleminderit avokate për gjithë raportin që keni bërë. Në fakt e kam lexuar me shumë vëmendje, jo vetëm për mbledhjen, por gjithë raportin që keni vënë në dispozicion dhe në të njëjtën linjë me zonjën Bardeli që preku pjesën e bullizmit. Në fakt unë dua të ndalem pak tek pjesa e barazisë gjinore. Ju me të drejtë keni renditur format e dhunës aty dhe faleminderit shumë që keni cituar dhunën kibernetike, sidomos cyberbullying, që është pjesa e bullizmit online, dhe doja të dija a keni marrë ju ndonjë mas për të bërë rekomandime për të parandaluar këtë fenomen, se është një fenomen shumë i përhapur dhe zoti Bardi në fakt është mjeshtër i përdorimit të kësaj forme dhune për të marrë fotot personale dhe për të na vendosur kryqe dhe pranga dhe hekura dhe për të na bërë zëdhënës të bandave dhe të lutem të mbaroj të mbaroj të lutem. Po të mbaroj dhe mund të replikosh tani. Ndjes, ju lutem. Ju lutem. Tani kur fole zoti Bardi nuk të ndërpreva, kështu që zonja Zaka ndjes se nuk po e ndiqja pyetjen. Tani për kolegët unë nuk besoj që ka nevojë të pyesi për avokatën e popullit, kemi një listë speciale për deputetët. Po pyes, nuk ka lidhje me, po pyes për pjesën e cyberbullying dhe të dhunës kibernetike. Në momentin që dikush, nëse nuk keni njohuri, nëse dikush merr një foto të një personi, ju lutem. Po të mbaroj more zotëri tani, ki pak respekt tani, të lutem. Po flas për ty se ti ke fol kaq muaj për mua dhe unë su mërzita, u mërzita ti me 5 minuta që po flasum për ty. Atëherë, nëse dikush merr një foto pa leje dhe shpërndan lajme të rreme, quhet shpifje. Kështu që ka një rekomandim nga avokati i popullit për të parandaluar këtë fenomen, se është bërë shumë i përhapur dhe zonja kryetare të lutem, nëse nuk e dëgjuat, që besoj e dëgjuat shumë mirë, por nuk ju interesoj ta dëgjonit, në Komisionin e të Drejtave të Njeriut, të përmendet se ti vjen nga bandat, e di unë lidhjen tënde, traditën tënde familjare dhe je mësuar ti të flasësh me të fort, është një gjuhë të lutem tani. Për të bërë pyetje. Është një gjuhë jo etike dhe të shkelen të drejtat e njeriut në Komisionin e të Drejtave të Njeriut, për mua është e papranueshme.